Mirëmëngjes nderuar teleshikues, jemi në kohë për të zgjuar këtu në News 24. Sot është ditë e premte, data shënon 9 janar 2026, dita 9 nga 365 të tilla. Dielli sot do të lind në orën 7:07 minuta, ndërkohë që do të perëndojë në orën 16:29 minuta. Ne do ta nisim si zakonisht me shtypin e ditës për të vijuar më pas në pjesën e dytë me telefonata. Në pjesën e tretë do të jemi me ekspertin, avokatin Erald Daga, si çdo të premte, dhe në pjesën e katërt do të jemi me Marcel Rupin, i cili dje për arsye teknike nuk mundi që të na bëj komunikimin me publikun e të na sjellë atë energjinë e mirë që e karakterizon, por sot pritet që të bëj nami sepse ka akumuluar që nga dje dhe sot do shpërthej. Por, fillimisht, si zakonisht e nisim me shtypin e ditës, shohim titujt kryesor të gazetës Panorama. Dosja Balluku, nga Unaza në Llogara, si u ndan milionat me firmën e ministres. Investigimi, hetimet e Spakut zbulojnë një skem abuzimi me tenderat, leje ndërtimi dhe tokë publike, ku në qendër qëndron Belinda Balluku. Dosja Unazës madhe dhe tunelit të Llogaras nxjerr në pa privilegjimin e kompanisë 4AM, me qindra miliona euro fonde publike, dërsa vartës dhe familjar të lidhur me ministren përfitojnë leje fotovoltaike në shkeljet ligjit. Investigimi i plug sjell dokumentet dhe lidhjet që Spak po heton. Në faqet 4 dhe 5, materiali i plot. Kryeartikulli i Panoramës, tatimet Gjob Prestigj, 3 vite pas shëmbjes, amnisti për Llogaran, zinxhiri i shkeljeve që nga Balluku. Gjobite në shkelje të ligjit Prestigj Resort, anashkaluan abuzimet me tunelin. Hetim ndaj DPT-s për ndëshkimet selektive. Në faqen 3 gjeni materialin e plot. Tituj të tjerë: Shqipëria në ujë, një 54 vjeçar humbi jetën, hetimet pas dyshimeve se nuk funksionoi hidrovori. Kovaçi i besuar i Ballukut dhe Cenoklosit pas tenderit 19 milion euro. Në faqet 6 dhe 7. Shkaku zjarr masiv në magazinat e tregut të rrobave te 5 maj. Detajet në faqen 9. Përfituesit fondi 1.4 miliard, si do ndahet për ishpronarët. Detajet i gjeni në faqen 22 për gjithë të interesuarit që janë pritje. Botimi i romani oligarkët i Minarolit dhe anatomia e pushtetit, nga Bujar Leskaj. Ju thoni liria, por nuk ekziston këtu. Rebelimi i poetit Uran Kostreci, që i kushtoi 20 vite burg, sfidoi komunizmin me ironinë e qendres. Në faqen 17 gjeni materialin e plot. Hapësira opinioni, individi dhe shoqëria e performancës, nga sociologu Gzim Tushi. Edison Ypi sjell kush matet me Lea Ypin. General Piro Ametaj, pse SBA e çliruan Venezuelën nga Madurot, në faqen 18. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta Panorama për ditën e sotme. Gazetën më të madhe shqiptare gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend, ndërkohë ne do të zhvendosemi tani te një tjetër gazete e përditshme, është Radha e Telegraf, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Armand Duka, mbreti që mbush tasët me para, e ka kthyer FSHF-n në bunker pa llogaridhënie. Qeveria ka vendosur të jap 3 miliard lek Federatës Shqiptare të Futbollit për shpenzimet e kampionatit evropian U21 të vitit 2027, që Shqipëria e organizon së bashku me Serbinë, pavarësisht kundërshtimit fort të opinionit publik në Shqipëri e Kosovë. Kjo vlerë është e barabartë me shumën që Armand Duka u ka premtuar klubeve të futbollit gjatë asamblesë së fundit, si dhurat nga Federata, pasi në qershor Duka do të kandidojë në zgjedhjet për mandatin e 7 në krye të FSHF-s. Kryeartikulli i Telegraf, Shqipëria në ujë, politikanët show me çizme në Facebook.
Prokuroria e Durrësit ka nisur hetim kryesisht pas situatës së rëndë të krijuar nga rreshjet e 2 ditëve të fundit, ku qyteti dhe zonat përreth u përmbytën, ndërsa një 54 vjeçar humbi jetën. Flasin ekspertët, kur argjinaturat qahen, kanalet mbulohen nga ndërtimet, përrejnët dalin nga shtrati, lumejnët ngushtohen nga betonizimi, kanalet mbi ngarkohen që në minutat e para dhe rrugët përmbyten, faji është i modit keq, por i atyre që kanë injoruar rrezikun hidrologjik. Me sa duket, pas ka 2 fajtorë. Në faqet 2 dhe 3 materiali i plot. Van Horn takon kreun e SPAK. SBA mbështet luftën e SPAK ndaj krimit e drogës. Klodian Braho takim me prokurorët e SPAK për dosjet e prapambetura. Opozita shqiptare dështon mbledhja e Këshillit të Mandateve dhe Imunitetit, depozitohet padia në SPAK, ku vendi po mbahet peng. Pastrim parash në zemër të Tiranës, jasi legalizohen miliona nga zhvatjet me call centerat, tek hotelet dhe faturat fiktive të akshit. Taksa e re për pronat, ja faturat për taksën e ndërtesës që do paguen nga qytetarët, llogaritja nga çmimet e referencës deri te sipërfaqja e apartamentit, si do rivlerësohen pasurit pas 22 janarit, procedura që ndiqet për 500.000 familje sipas vlerës së tregut dhe si do të funksionojë kadastra fiskale. Në faqen 8, materiali i plot. Aktualitet, skandali 5 miliard euro dëm shtetit, lirohet nga qelia CEO i Bankers. Rritja e çmimeve, paga sot vlen 140 euro më pak se në 2020. I Albania jashtë funksionit, akshi lë në kolaps institucionet. Rubrika e fundit, mjeku në familje, kur temperaturat bien, presioni rritet, si të përballoni hipertensioni në dimër, efektit e personat me hipertension, kujdesit e të moshuarit dhe si të shmangni rrezikun për infarkt dhe goditje në tru. Në faqen 23, materiali i plot. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Telegraf për ditën e sotme. Do të zhvendosim tani te një tjetër gazete e përditshme, është radha e ditës. Shohim titujt kryesor të saj për këtë të premte. S'kan qenë të zotë të vënë dorë siç duhet edhe pas 13 vitesh pushtet. Nga Skënder Mingjozi, duke lexuar kryebashkiakun e Lezhës që së paku pranon se është fajtor, kupton një të vërtet të thjeshtë dhe të dhimbshme. Nuk mund të fshihesh më pas kundërshtarit. Kryeartikulli i ditës, detaje dhe analizë, shteti që kishim, shteti që humbëm. Nga sistemi i bonifikimit të kriza e përhershme e përmbytjeve, një analizë mbi kapacitetin shtetëror që shërben në mbrojtjen e tokës dje dhe sot. Çfarë humbi Shqipëria në menaxhimin e territorit pas 1990-s? Në vitin 90, Shqipëria kishte 280.000 hektar tokë të drenazhuar, mbi 10.000 kilometra kanale kulluese, rreth 700 stacione pompimi dhe mbi 3.000 vepra hidroteknike. Sot, nuk pastrojmë dot një kanal. Në faqet 2 dhe 3, materiali i plot. Pse u mbyt Durrësi sipas inxhinierit që drejtoi për 20 vjet bonifikimin dhe hidrovorin, ujë dhe pikat nevralgjike të qytetit. Hidrovori i zhvendosur është një çmenduri inxhinierike, e denjë për hetim. Kush e dha urdhrin? Cili inxhinier e projektoi? Kush dhe pse u ndërtua duke i ditur pasojat? Cila është zgjidhja në kushtet aktuale? Zhvillimin e gjeni në faqen 3. Tituj të tjerë. Auditi, çfarë thot raporti i kontrollit të lartë të shtetit për përmbytjet? Raporti për situatën në Vlorë dhe punët e verës që lihen për dimër. Në brëndësi 21 janari dhe Gërdeci mbeten ABC-ja në sfidat e drejtësisë.
8 janari i shenjtë i luftës së PD-s, degradimi i opozitës. Rubrika e shëndetit, një ushqim që përmban më tepër vitaminë C se portokallet, domosdoshmëri e arritjes së imunitetit në kulmin e sezonit të virozave. Zjarr masiv në tregun e 5 majit mbrëm në Tiranë. Përplasja e qeverisë me SPAK dhe integrimi, analiza e 2026-s. Titulli i fundit, gjeopolitik, sa kushton Groenlanda për SBA-n dhe a mund të blihet një shtet. Groenlanda ka rezervat provuara të 43 nga 50 mineralet themelore. Në faqet 18 dhe 19, materiali i plot. Ky është titulli i fundit nga faqja e parë e gazetës Dita. Do të zhvendosemi tani te një tjetër gazete e përditshme, është radha e gazetës Sot. Shohim titujt kryesor të saj për këtë të premte. Arben Ahmeta i hap letrat dhe plas bombën. Edi Rama i lidhur me bandat kriminale. Ekoparku vepër e tij. Kryeministri ka glabëruar 14 miliard dolar. Ja kush janë depozitat që e mbajnë me lek dhe si tentuan të më vrasin pasi denoncova aferat e qeverisë. Në faqen 8. Niko Peleshi, bodyguardi i korrupsionit të Belinda Ballukut, jasi kryetari i kuvendit, po bën manovrat pista për të bllokuar vënien në pranga për dyshin e Ramës. Dosja e përgjimeve të Taulant Ballës në duart e kreut të ri të SPAK, Klodian Braho, pritet goditje e fortë për kreun e grupit të Partisë Socialiste. Lëvizjet forta brenda drejtësisë, amerikanët sinjale për reprezalje ndaj të korruptuarve, e ngarkuara me punë e SBA, takim kok më kok me krerët e SPAK dhe BKH. Klodian Braho urdhër prokurorëve për të nxjerrë nga pluri dosjet e vjetra. Ja kush rrezikon. Edi Rama ka quar 6 herë grupin e gardës në SBA që të përgatiste terrenin për vizitë, si anuloi udhëtimin nga frika se mos bjerë në duart e agjentëve të FBI-s. Robert Papa nxjerr detajet e forta, jep se Rama nuk ka më as Grenellin, as Kashnerin, si kartë shpëtimi nga cikloni amerikan. SPAK mbështetet nga CIA, Pentagoni dhe FBI. Në faqen 5, materiali i plot. Raportet e Edi Ramës me SBA në pikën më kritike, kryeministri kërkon shpëtim te Macron, aleancë me presidentin francez kundër Donald Trump. Ministrat në ankth Rama mbledh sot qeverinë në pallatin e brigadave. Ja çfarë do të diskutohet në takimin e parë me kabinetin për 2026. Pas Vlorës, Ramës i del situata nga kontrolli edhe në Durrës. Qytetarët ngrihen në protest pas përmbytjeve, tentojnë të futen në bashki dhe përplasen me policinë, reagojnë SBA dhe BE. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta Sot. Për ditën e sotme do të zhvendosemi tani te një tjetër gazete përditshme, shtradhat përditshme më të madhe sportive në vend, Panorama Sport. Shohim titujt kryesor të saj për këtë të premte. Xhixhat e Tirana, por humbet Skënderbeun. Sulmuesi kthehet pas 1082 ditësh. Edhe Qaka marrëveshje me Bardhe Blut. Jep se lojtari s'do të debutojë kundër Korçarëve në kupë. Krye artikulli i Panorama Sport. Të larguarit, flamurtari si bankomat, Ramirez dhe Rodriguez paguen 21.000 euro në muaj. Klubi në emër të korrekcisë po vazhdon të ngrojë xhepat futbollistëve të huaj. Në ndërtesja Dinamo vjen me ndryshime, Bregu merr stafetën dhe largohet Jonuzi. Vllaznia golat në Shkodër, Martini kërkon zgjidhje për Varsin Balaj. Ish trajneri Mergja, Elbasani ka forcën për të shkuar larg në kupë. FIFA blokon Manajn, klubi e do me çdo kusht
sulmuesi i kombëtares drejt rikthimit në Turqi, trejneri, kush nuk do ta donte një lojtar si ai. Boks Furi përgatit rikthimin, kam lindur për të luftuar. Të kuq Tagim Ibrahimi, drejtor i Partizanit, faqen 4. Itali Leao shpëton Milanin, Interi shkon në +3. Angli, Arsenal Liverpool, paqe pa zhurmë në Emirates. Spanjë Reali në finale, Barça e pret për Superkupën. Dhe titulli i fundit vjen nga Formula 1. Cadillacu trazon Formula 1, format i ri kualifikimesh. Në faqen 15. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe sportive në vend, Panorama Sport. E gjeni në çdo pikë të gazetave në vend, ndërkohë ne do t'i rikthemi tani edhe një herë titujve kryesor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Dosja Balluku, nga Unaza në Llogara, si u ndan milionat me firmën e ministres. Investigimi, hetimet e Spakut zbulojnë një skem abuzimi me tenderat, leje ndërtimi dhe tokë publike, ku në qendër qëndron Belinda Balluku. Dosja Unazës së Madhe dhe tunelit të Llogaras nxjerr në pa privilegjimin e kompanisë 4AM me qindra milion euro fonde publike, dërsa vartës dhe familjar të lidhur me ministren përfitojnë leje fotovoltaike. Në shkelje të ligjit, investigimi i plug sjell dokumentet dhe lidhjet që Spak po heton. Në faqet 4 dhe 5 gjeni materialin e plot. Kryeartikulli i Panoramës, tatimet Gjob Prestigj, 3 vite pas shëmbjes. Amnisti për Llogaran, zinxhiri i shkeljeve, që nga Balluku. Gjobite në shkeljet ligjit Prestigj Resort, anashkaluan abuzimet me tunelin, Spak hetim ndaj DPT-s për ndëshkimet selektive. Në faqen 3, materiali i plot. Shqipëria në ujë, një 54 vjeçar humbi jetën, hetimet pas dyshimeve se nuk funksionoi hidrovori. Kovaçi, i besuari i Ballukut dhe Cenoklosit, pas tenderit 19 milion euro. Shkaku zjarr masiv në magazinat e tregut të rrobave te 5 maj. Përfituesit fondi 1.4 miliard si do ndahen për ish-pronarët, për gjithë interesuarit, në faqen 22, gazetës Panorama ditës sot me gjeni detajet. Botimi, romani oligarkët i Minarollit dhe anatomia e pushtetit, shkruan Bujar Leskaj. Ju thoni liria, por nuk ekziston këtu. Rebelimi i poetit Turan Kostreci që i kushtoi 20 vite burg. Sfidoi komunizmin me ironi e qëndres. Hapësira opinion, individi dhe shoqëria e performancës, nga Gzim Tushi. Edison Ypi sjell kush matet me Lea Ypin dhe General Piro Ametaj, pse SBA e çliruan Venezuelën nga Madurot. Në faqen 18. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe shqiptare, gazeta Panorama, e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend. Ndërkohë ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, pas pak me telefonatën në studio. Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e dytë në hapësirën e telefonatave. Mirëmëngjes për gjithë ata që na bashkojnë këto momente, gjithashtu mirëmëngjes telefonata e parë për ditën e sotme e premte, 9 janar 2026. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi pasha, mirëmëngjesi. Përshëndetje zotëri. Mirëmëngjesi, flas nga Vlora. Përshëndetje Vlora, urdhëro. Si të ka, mirë je? Mirë, faleminderit. Si jeni ju vendin në Vlora? Të jesh mirë, se të gjofsha të mirën. Faleminderit. Urdhëro. Do vi një ditë unë personalisht do vi një ditë
do vi një ditë që do vdes. Po të gjithë, jo vetëm ti. Të gjithë e kemi të sigurt. Po që të dia 66 vjet ta tregoja që të mbytet Shqipëria kështu, që të mbytet Shqipëria kështu, as ka arritur asnjëherë 66 vjet që jam unë. Edhe thonë që Enver Hoxha, po këta janë më të rrezikshëm na Enver Hoxha, që këta thonë kështu, populli që digjet mjekra, këta thonë da të ndes cigaren. Që janë ato që i lanë, që janë ato kërnetas bespia në kërnetore, po i la qeveria vetë për të mbytur. Vetë për të mbytur i la. E di që asa dia i buri shkret. Kush? Unë se dia kërnet këtë sa, do bia shpik këtu më dërgoj djali shkreta. Argjova 150 milion lekë tuza. Edhe nuk më vjen ajo që shu i pasër, po ka arritur të gjithë urat e zeza në shpisa. Se bën zëmra të ishë brënda ta. është turpa që zezë. E diti kanalizimet e Enver Hoxhës që ka mbër vetun, me dëgjon pak në vëmendje këtu. Po dëgjoj, po. Unë punoja në Uishte, na çonte brigata, brigadieri na çonte 15 ditë. Punë vullnetare do ndihmojnë qeverin, do i bënim kanalet poshtë nga 2 metro thellë, edhe nga 1 metro të gjëra. Edhe vente ikte ujë. Vlora, ku se qau kokën për Vlorën, që ujë i zi, vetëm nevojra. Vlora, a se qau kokën njëri, ata jo bashkisë se qau kokën asnjë, as qeveria. Turpa që zgjezo, turpër të bëhet det Shqipëria. Të bëhet det Shqipëria është turpa që zgjezo. E se qanë kokën fare. Na lodhën kokën bërën në televizion, vetëm ata analista taleshin. Sinë që të din taleshin, vën në loj poplin. Dhe gjovë dha, të themi fjarun. Urdo. Këtu qeveria e vën në loj, mjerë popli vafër e vën në loj. Ata, ku do flë, i thoshe gazetarja. Ku do flë, shti sonde, i thoshe. O ti po shikome që nga kuje, ku do flëra i vafër, dhe për jasa, zbathur ishte. Po një që kishe 300 kopë dhënë, me lopë me djita. Po ti këtu tha, si jeton këtu i thoshte, si jeton që këtu jashtë, e shikoj si jetoj, e shikoj që ishë bërë thoshte, po me qarë do ikë institut jeta, po duhet të vetë të vizitoj nënë, tha, nuk s'ka me qarë do ikë ta. Po të merë, oreve, po edhe gazetarët, da e duke pjetu duke talur. Ama nuk talën, jo, absolutisht. Të më dhejnë duke talur. Përpiqen që t'janë zëri atyre që janë nevojë. Të kanalizimet janë zënë të gjitha në Shqipëri, kështu do vazhdoj të rjetën. Të kuptoj. Duhet ta mbyllim tani. Unë të falenderoj për telefonatën, përshëndes, presim i tjetër telefonat. E vërtet ka pasur dinamika ndryshme ditën e ndjeshme në qytete të ndryshme. Mirëmëngjes Zotëri. Unë flas këtu nga Thmeta Durrësit. Po Zotëri. Këtu ka shumë vite, që ne paguajmë ujësill kanalizimet pastrimin e ujrave të zeza, në një kohë që ne s'kemi asnjë një lloj shërbimi këtu nga ujësill kanalizimet. Paguajmë edhe ndriqimin. Të kuptoj. Paguajmë edhe largimin e ujrave të ndotura. Ndërmarrja e ujësill kanalizimeve shpalli falimentimin para një viti. Edhe po ajo administrat po vazhdon prapë në punë. Kuptoj. E dyta. Po? Atë hidrovorin që ka ndërtuar Enver Hoxha, këta e prishën. E treta. Po. Rrugicat nuk kanë asnjë lloj ndriçimi, asnjë lloj kanalizimi nuk ka shteti, që rrugëve urban tonë flas në zonën e Knetës. Po, do dëgjova. Që të hatë kanalet e të lidhe me tubacionet, ujrat e zeza, ujrat e bardha, po këtu nuk e ka bë asnjë lloj investimi shteti këtu. E kuptoj. Po tani jeni përmbytur, jeni në nuj apo? Po si ashtu mrena në shtëpi, s'kam ka ta huruj, do të më duhet me fut pompën, se akoma ashtu 50 centima mrena në shtëpi, 50 centim ujë, mrena akoma. Ke dëme të mëdha? Po janë bënë dëme, po tash çfarë do bëjmë? Ja, kështu erdhi puna, çfarë do bëjmë? Po në vitet... Marram ja 2 gra aty për verifikim,
Edhe, thanë do vinë prapë nesër, se dia do vinë as do vinë, dashin vinë, dashin mos vinë, se o pak je pun të shi. Të kuptoj. Por këtu ka nevoj, prokuroria, gjykata, shtetit të futet të bëjnë një hetim të thellë, edhe kjo kryetaria e Bashkisë Durrësit ka ndërtu edhe ca rrugë që i ka lënë përgjithësin bidës, edhe do ta fotografoj atë rrugën, do marrë një avokat me veti, do ta fotografoj atë rrugën, se më ka pa përshtypje shumë ajo rrugë, Po? e ka bënë dy kraste e kanalin mes, edhe ka 2 kilometra që se ka bashku me rrugën kryesore. Të kuptoj. Edhe çdo lloj abuzimi që ka bërë kjo Bashkia e Durrësit, edhe ja ka bërë zezën të gjithë qytetit Durrësit kjo bashki, edhe ka 25 vjet kjo bashki, por e këta deputet ku janë? Ta s'duket deputet fare zotni. S'ka ardhur asnjëri? Jo, as të një lloj deputeti nuk ndodhet në qarkun e Durrësit o zotni. Unë nuk e di se ç'a bëhet këtu, nuk e di. Shpresoj të kaloni sa më lehtë dhe me sa më pak dëme zotëri këtë situatë. Përshëndes, të uroj gjithë mirat. Fatkeqësisht janë të paktën 1000 shtëpi në pushtetin e ujit, kryesisht në zonën e Kënetës, në Durrës, por edhe në zona tjera. Presimi tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Po zotëri. Hera e dytë që po morim gjatë gjithë kësaj kohe. Po? Në 11 janar 2025 Po? kam biseduar në këtë kanal për herë të parë, jo për herë të dytë, të tretë, herë të parë. Dhe ma keni heqë në YouTube atë bisedë që kam bërë me ju. Se unë bëna një kritik, nuk bëna një akuzë ndaj qeverisës 34 vjeçare. Prandaj, deri sot, unë këtë kanale kam pas vidhur për telefonata me ju. Po? Hera e parë që më keni hapë sot, edhe respekta. Faleminderit ju zotëri për telefonatën. Nuk është se të kemi mbyllur ne, thjesht ka pasur ngarkesë s'ke kapur dot linjën. Garantoj unë për këtë. Po gjithsesi, më thuaj. Më dëgjon? Shëndet. Okej, në rregull, vetëm për të përshëndetur. Faleminderit, gjithë mirat e ti zotëri, presimi tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes zotëri. Për të folë për këto përmbitje dhe këto ka mënyra dhe ka Po. vend për të folë sa të duash. Por do thoshja diçka, unë flas për Gjirokastrën. Po. Gjirokastra përmbitet dhe fatkeqësisht na projekt malor, nuk mbitet sepse funksionojnë në kanalizime, nuk ka Gjirokastra kanalizime më se tash. Projekt malor bëjmë punën e tyre dhe mund të quhet fatkeqësi natyrore vetëm Gjirokastra. Dhe që duhet të mbështeten bizneset, sepse edhe për fabrikën e fermentimit të duhanit që u bë mbi stadiumin e Gjirokastrës dhe që le të thonë çfarë të duan, po e nverhoq ata një fjalë që keni pjetur çullon, çullu është proj mbas që mbi dunjan dënë çullon, sot ke me dhjetra shtëpi, që të lësh zonën tënde, të lësh tokën që e morën pa të drejtë të 7501-shit, dhe të vesh të futesh në Kënetën e Durrësit, jo zotëri. Gjithë populli sot është nevojtar. Ne nuk mund të paguaj me taksat e mia atë që erdhi nga ane, ose nga erdi, nuk e di se ka dhe, atje kam dhe njerëz të mi, atje dhe Këneta e Durrësit, të vesh të bësh shtëpi në Kënetën e Durrësit dhe ne duhet paguajmë taksa gjithë jetën, jo zotëri, kjo nuk shkon. Dhe bëj çfarë të doj, atje t'ja heqi vetes, le të hapi pullë dhe të futi kokën. Mi ma i paguam taksa, edhe banorët atje paguajnë taksa vetë. Kodrinore dhe të vetë të futem në Kënetë e Durrësit. Dhe ne pas kemi detyrime për të ishtem në taksa tona dhe gjithë jetën të mbajmë ata. Jo zotëri, fatkeqësi natyrore quhet tërmeti dhe projekt malor, as gjithë jetën. Gjithë të mirat. Mirë zotëri, faleminderit për telefonatën. Gjithsesi, besoj se s'është momenti i duhur për këto komente, kur me qindra familje janë në ujë. Mirëmëngjes zotëri. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, ju telefonoj nga Elbasani. Po zotëri. Unë kam punu të paktën 3 vjet në Ish Kënet.
kam ndërtu shtëpia në 96-97 Në Durrës. në Durrës pra. Po jam nga Elbasani. Të kuptova. Edhe po ta them me sinqeritet që është e tërshme se nuk ka ardhur ujë tek ti o zotëri, po ka shku ti tek ujë. Këneta, si mas dorsakëve vjetër, është 2 metra në nivelin e detit. Larg qoftë, bllokohen hidrovorët, ikën tensioni, korrenti, apo çfarë mund të thush, apo çfarë tek, atje është katastrofë pasaj natyrore. Unë du të flasë vetëm për Elbasanin që nuk ka përmbytje ndonjëherë kurrë në botë. Vetëm 2 fshatra në Bugës Jergodin që kanë ndërtu disa shtëpia, disa të marrëmendsh, mund buzë shkuminit, edhe thonë, hajde se u mbytëm, po na merr shkumini. Prandaj është e turpshme që ka leju çdo gjë jashtë kriterit të ndërtimeve. Nuk është fatkeqësi natyrore sepse përmbytet këneta apo kanë bërë shtëpiat në ish horizoren e Shkodrës. Prandaj po theni që është e turpshme, edhe këto njerëz jo se duhen dëm shpërblyese çdo vit këtë punë, fatkeqësi do kenë çdo vit. Këto njerëz duhet të heqin shtëpijet më herë me një plan qeveritar, të largohen nga uji, se ndryshe do kenë çdo vit po të njëjtin proces. Po të njëjtin fatkeqësi. Mirë, por nuk është vetëm problemi i Shkënetës, është Durrës, është dhe Sukthi, Hamalli, gjitha. Durrësi ngjova Arben Meçen që ka qenë inxhinier dhe një nga inxhinierët më të respektuar ka tjetër problem. Duhet ndërhyrje oriente kudo. Por të bësh shtëpinë në ujë është e turpshme. Nuk ka ardhur dhe herë, nuk ka ardhur ujë ke ti. Ke shku ti tek uji zotëri. Faleminderit që më dëgjove. Mirë zotëri, faleminderit për telefonatën. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Po, urdhëro. Është disa ta herë që kemi folë bashkë për punën e... Përshëndetje. Po, zonjë, të dëgjoj. Është disa ta herë që kemi folë bashkë për punën e bonusit të vitit 3. Për invalidët. Nuk e kuptoj pse nuk na japin. Ende nuk keni marrë asgjë. Çfarë ju thonë zonjë? Nuk ka lek për ju banga, Përse? Përdesa edhe qeveria urdhrin të prerë. Edhe invalidët dhe pensionistët edhe të gjithë. Përse s'na jep ajo neve? Të kuptoj. Ditën e hënë, zonjë, do të sqarojmë më gjerësisht çfarë bëhet Ju lutem, na ndihmoni se ne na pleshmë, unë na pensionistë, unë jam invalide. Të kuptoj. 120.000 lekë të vjetra marr vetëm një ilaç deri te tolin. Të kuptoj, zonjë. Ju lutem. Të kuptoj, do e adresoj në redaksi si çështje. Të falenderoj për telefonatën e që e ngritën si Faleminderit, shqetësim. të lutem, na i zgjidh pak. Përshëndes, presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi, zotëri ose zonjë, jeni drejt për drejt. Përshëndetje. Po, zotëri. Po, Urdhëro. jam një banor i Durrësit. Po, Jemi përmit si kënet ma e ka morë vesh këtë Shqipëria. po. Ka marrë në 96-ën këtu. Me të vërtet kemi arë në 96-ën, por ne jemi vishman pse na ka prish kanalin. Erdhem se si erdhem e kemi pranu e zgjodhem Durrësin për qytet muze, ki u bo bërbat, nuk u bo Durrës, po u bo Shkretin. Tani me kanalin çfarë ka ndodhur, zotëri? Me kanalin ka ndodhur një ndryshim i hidrovorit. Pra ju fajsoni kanalin edhe mos funksionimin e hidrovorit për problemi që keni. Për kastratin, 52.000 metra katrore, kastrati me 1 euro, edhe ka ndryshu dhe kanalin një 500 metre. Po, më para jeni përmbytur ju, zotëri? Jo, nuk jemi përmbytur, edhe tani që foli nuk jam i përmbytur, po kur është e përmbytur kërketa dhe unë nuk jam pak më i mirë se tjertë. Të kuptoj. Po në të shkuarën në mbajmën që ka pasur histori i Shkëneta? Po ka pas histori, po jo kështu histori. Ala s'ka dalu ju, është pa tha Shkozeti, është pa tha këtu. Të kuptoj. E qartë, zotëri, faleminderit që e solli si shqetësim. Përshëndes. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Po, zonjë. Unë më në Durrësi. Po, urdhëro.
kam gjithë të vite që kam shtëpi këtu në fillimin e Iskëmetës. Nuk ka ndodhur as edhe një herë që ty të ullë as në obor. Tani, ka gjithë katin e parë ujë, mbi 20 centim dhe jo që nuk ka njeri, por unë dhe do më mërzitëm aqë shumë, po flasin në një mënyrë të tillë, që thonë që kemi ardhë në kënet, kemi ardhë në sakrifica, kemi bë këtë shtëpia që e dim vetëm vetë se si kemi bë zorët tela qiftelie, tani thonë zotrit që na paguim taksa paguim dhe ne, pastrim paguim dhe ne, gjelbrim paguim dhe ne, dhe deskrimin më të madh që kemi kur nuk vjen njeri në mënyrë absolute as të na bëjë rrugë, as të kemi një kullim apo një diçka, as kur duam në qytetarëve shkune u aveshën me veshje kapot pallatet, u zbritën depozitat, por ne çfarë jemi? Jemi popull shqiptar. Jemi njerëz. Si në kjo punë? Juve e keni shtëpi në Nuj, zonjë? E kam nxjerrë me fshes mbi 5 orë. Sa nuk imagjinoj dot dhimbje që kam në krahën e në shpatulla edhe gjithë si thonë fjalës zorët e barkut më bëjmë duke nxjerrujtin me fshes për jashtë. Pajisje, ju dëmtuan pajisje? U dëmtuan, u dojtë frigorifer, u dëmtuan ato mobiljet, ato gjitha pjesa postës dhe marume. Ka marrë fund. Kush po të përgjigje? Po për dëmet, ka ardhur njëri për të parë ose për ju thënë? Ka ra kush derë. Unë edhe një të metin pësova të vjeta shofi shpinë time, ashtë e plasarit me gjithë kund dhe di çfarë thanë. As i lek nuk mora dhe thanë ma erdhëm dhe nuk ishte as një gjon shtëpia. Po të vjeta shofi shpinë shitet dhe sot me sytë lirë se si është tërmu komplet. As edhe një centez nuk përfitota. Jo vetëm kjo. Ne s'na përgjithë për të përbën një riparim më të vogël na do lek se do të paguajmë ke bashkia se na të bëjmë një riparim në shtëpi. Ndërsa qytetarëve u shko e u veshet me kapot pallati, u ulet depozita, u bëhen të gjitha. Na çfarë jemi? Çfarë jemi që shtëpi i bëm ta thash, i kemi bën zorrë tela qiftelie zotri. Kuptoj zonjë, shpresoj që të kaloni sa më shpejt të problematike dhe të keni një përgjigje nga instancat shtetërore për të marrë dëmshpërblimin paktën për pajisjet elektroshtëpiake që janë ndjekur. Përshëndes e të uroj gjithë mirat. Kjo ishte telefonata e fundit, ne do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, pas pak do të jemi me avokatin Erald Laga në studio. Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e tretë, siç do të premte, kam deri në kënaqësinë të kem ftuar në studio avokatin Erald Laga. Avokat, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje. E gëzuar një vit i mbar. Mbarësi dhe për juve. Duke qenë se prej ditësh tashmë flitet dhe ka pasur disa kërkesa të anëtarëve demokrat në Këshillin e Mandateve për të shqyrtuar çështjen e Ballukut, imunitetin dhe vlefshmërinë e mandatit saj, nëse do t'i hiqet imuniteti nga parlamenti apo jo. Prej datës 22 janë bërë 3 kërkesa tjera nga Partia Demokratike, asnjëra prej tyre nuk është marrë parasysh dhe nuk është shqyrtuar dhe dosja në vetvete nuk është shqyrtuar ende nga parlamenti dhe është lënë për në datën 22 janar, në mos gaboj unë. Si e keni parë gjithë procesin kur kemi ditën e djeshme zonjën Balluku e cila ka dalë për herë të parë në terren që pas bërjes publike të akuzave dhe fliste për përmbytjet? Kemi të bëjmë me një standard të dyfisht të drejtësisë ndaj qytetarëve dhe nga ana tjetër ndaj parlamentarëve? Standardi i drejtësisë ka kohë që kur bëhet fjalë për deputet, për ministra, është pak më ndryshe, jep drejtësi më ndryshe se sa për qytetarët. Ne kemi një parim universal që kudo në çfarë do të gjykate që shkohet, lexohet ligji është i barabartë për gjithë, por realisht ligji nuk është i barabartë për gjithë. Në rastin konkret, ka një lloj procedure kur një deputet apo ministër gëzon imunitet, pra imunitetin e deputetit, se si do të procedohet nëse ka një akuzë penale. Dhe me të drejtë, SPAK-u, pra Prokuroria e Posaçme, ka dërguar një kërkesë për heqjen e masës, për heqjen e imunitetit, në mënyrë që të caktohet një masë sigurimi personal, siç është
mund të jetë mars arresti në shtëpi apo arrest me burg. Po ka një procedurë, pra këta deputetët që shesin që ligji është i barabartë për gjithë, bëjnë ligjvënësi, se deputetët janë ligjvënës që bëjnë ligje për qytetarët, kanë bërë atë rregullohen e parlamentit në nenin 118 të saj, i cili thotë që në momentin që vjen një kërkesë për shqyrtim, për heqje imuniteti, do kaloj disa procedura. Ka nga ana tjetër, do të bëj një parantezë para se dalë të sqaroj në 118, ka një po bëj këtë parantezën, një qëndrim politik prej vitesh, si nga opozita dhe pozita aktuale, që kurdo që vinte një kërkesë për heqje imuniteti, si thosh e jepnin autorizimin. Në rastin konkret, por e jepnin sepse ishte një çështje thjesht vullneti i momentit, po jo që ishte parashikuar që në rregulloren e parlamentit që në momentin që vjen një kërkesë do ta japësh automatikisht autorizimin. Ka një procedurë që bëhet një hetim, pra komisioni parlamentar, kjo i Këshillit të Mandateve, që do të verifikojë pastaj që nëse janë kushtet për t'u dhënë autorizimi apo jo, është si parashikuar nga rregullore si një institucion gati gjyqësor, pra quasi gjyqësor, që do të thotë këta të bëjnë një hetim. Pra vetë ligjvënësi ja ka dhënë autoritetin dhe të drejtën këtij organi që do të bëjë këtë hetim parlamentar procedural në lidhje me kërkesën e prokurorisë, nëse do t'i japi do t'ia heqë imunitetin apo jo deputetit apo ministrit të caktuar. Në rastin konkret, Balluku është deputetit, pra është edhe imuniteti i saj, sepse ministrat zojnë edhe imunitet deputeti, sipas kushtetutës, edhe kur nuk janë deputet. Në rastin konkret, është bërë kërkesa, ka kërkuar kohë pala për t'u njohur me aktet, është brenda sajt procedurës rregullues për t'u njohur, por ku po luhet? Ka një pikë në këtë 118 që thuhet që nga momenti që çohet kërkesa për shqyrtim, parlamenti ka 3 muaj kohë që të dali me vendim. Dhe nëse nuk del me vendim parlamenti, pra është thjesht heshtje, quhet që kërkesa për heqjen e imunitetit është errëzuar. Por nga ana tjetër, po ashtu, brenda këtyre 3 muajve, pra ky komisioni i Këshillit të Mandateve, pra ky komisioni që bëj këtë hetimin, mund të marrë edhe vendim që ta rrëzoj kërkesën e SPAK-ut. Të rrëzohet që në këtë fazë. Mund ta rrëzoj pa pritur 3 muaj edhe duke e lënë heshtje. Mundet edhe në këtë fazë, mund të shprehet dhe thotë që shiko, duke parë të gjithë dokumenta, dosjet, ne nuk vlerësojmë që duhet ta japim duhet t'ia heqim imunitetin deputetës të caktuar. Prandaj them që këtu ligji është i pabarabartë për qytetarët, sepse një deputet, pra me këtë lloj imuniteti që i kanë dhënë, duke e ditur që pa e paragjykuar se do ketë edhe një vendim të shkallës parë apo të apelit që mund dënohet ose s'mund dënohet, por në këtë fazë që jemi, me këto prova që janë, një qytetar normal jo do të ishte arrestuar në burg, por do ishte kalbur në burg një qytetar normal. Kurse ndërkohë një deputet, një ministër, përfiton gjithë kohën, ka dhe gëzon gjithë këtë imunitetin, gjithë mbështetjen politike, dhe madje mund qelloj që derisa të marrë mandati 4 vite edhe mund të arratiset, siç është arratisur një zëvendës kryeministër. Pra duke pasur gjithë si thosh mbështetjen politike. Ligji nuk është i barabartë, pavarësisht se thuhet ligji është i barabartë për gjithë. Kemi vënë re, pra si avokat, kur shko nëpër gjykata, ka një trajtim të veçantë njerëzit me pushtet, njerëzit me imunitet, në krahasim me një individ të thjeshtë. Gjykatës apo prokurorët i shikojnë me një sy tjetër, si thosh, shikojnë çdo gjë që është pak e turbullt, e shikojnë në favor të këtyre të pandeurve kur merren të pandeurë. Ndërkohë për qytetarët nuk ndodh kjo gjë. Për shembull, ne kishim protestat, që u bën disa protesta tani, sa qytetarë u morën dhe u arrestuan në paktën për 1-2 ditë me mas në ato dhomat e paraburgimit. Shumë. Ishin shumë. Ndërkohë, kemi një ministre, apo qoftë edhe deputete, që pretendohet, pra po marrim fjalën që pretendohet që ka bërë një korrupsion me një dëm diku te 50 milionë euro, dhe është akoma e lirë, shko tek përmbytjet, bën ato deklaratat që janë për të bërë deklaratat, ndërkohë nuk duhet të ishte aty. Është e pandehur. Është e pandehur, duhet të jepte
Pra, ka pas kohë të mjaftueshme, duhet tip të argumentat dhe duhet kërkon të ajo vetë të mblidhte dhe jo të përfitonte nga procedurat ligjore, të mblidhte komisioni parlamentar për këtë çështje, të bëjë shqyrtimi dhe të dilni me vendim. Por ka dhe një nonsens, si e kanë hartuar ligjin, që me vërtet aty janë 10 veta dhe do votohet me shumicë, po thuhet kur votohet 5 antarë të opozitës, nuk miratohet. Por kur votojnë 5 antarë të opozitës, quhet i miratuar. Pra, me të njëjtën sasi, pra dalim aty që me të njëjtën sasi votash, vetëm pse je opozitë quhet i miratuar, kur je opozitë nuk quhet i miratuar. Po këta i kanë bërë vetë, të dy palët i kanë bërë këtë lloj rregullori, sepse të dy kanë menduar kur jam unë pushtet dhe harrojnë që një ditë do jenë opozitë dhe bëjnë ligjet kur jam unë pushtet. Dhe e parë në gjithë këtë këndvështrim, them që qytetarët gjithçka që shohin përshikojnë një teatër. Aty është një teatër i madh, ku palët e kanë bërë ato marrëveshjet, këta me vërtet bëjnë jo kërkesa hajde mblidhu mos u mblidh, por këta e dinë që nuk mblidhet, pra nëse nuk do ka 3 muaj kohë dhe kuvendi është në drejtën e vet, duke zbatuar të rregullore, që për 3 muaj edhe nuk mblidhet, sepse kështu e kanë shkruar në rregullore. Duhet ta kishin parashikuar ndryshe, duhet të kishin vënë afate që duhet mbledh. Por po ashtu kanë parashikuar që edhe nëse mendojnë që mund të jetë, supozojmë ato mund të kenë një mendim që është provat janë pa kundërshtueshme, që mund të jetë fajtore, duke i dhënë tagrin si një institucion gati gjyqësor, këto mund të thënë që jo nuk e japim imunitetin. Dhe nuk e japim mund ta mbajnë, pra duke mos dhënë imunitetin mund ta mbajnë me imunitet derisa të marrin mandati. Dhe kjo është skandaloze pastaj. Sepse vetë parlamenti i ka dhënë pra si ligjvënës i ka dhënë dhe kompetencë ligjore. Ndërkohë, çështja e mandatit mund të zgjidhte shumë ndryshe, shumë lehtë me institucione të tjera. Nuk ke pse ligjvënësit aty, pra ai që do bëj ligjin, ai që do vjedhi, i ka dhënë imunitet dhe thot pastaj që nuk mundet të më heqësh imunitetin. Kjo është pak a shumë atë konceptin që doja thoja për barazinë e ligjit, që nuk janë të barabartë. Është një iluzion, një eufemizëm, një fjalë shumë e madhe kot me gënjy qytetarët, sepse ligji nuk është i barabartë për të gjithë qytetarët. Kë pastaj edhe për masat e arrestit që caktohen, do më kemi parë të gjithë të paktën me këtë dosje në fundit, zyrtarët e lartë kanë qenë arrest shtëpie masë e arrestit, që në një farë mënyrë është një masë e zbutur në krahasim me qytetarët që kanë kryer një vepër penale me miliona euro dëm. Ore, kanë kryer qytetarët vepra penale vjetje të thjeshta me nga 2.000 euro, 3.000 euro, ose edhe i 50.000 lekë nga ata që enda cakët në rrugë, pa i paragjykuar që kanë vjedh, i ka marrë çantën dikujt, është plasur në burg, arrest në burg, për 50.000 lekë vjetra, për 100.000 lekë, që ligji penal nuk të dënon deri në një masë të caktuar që nuk quhet vjedhje, se për shembull vjedhësh një buk, nuk të fut njëri në burg, edhe jashtë nuk ndodh kjo. Pra ka një lloj limiti që nuk jo detyrimisht do marrësh burg, mund të dënosh, por jo të bësh burg. Ndërkohë këto kanë dënuar për 50.000 lekë një qytetar dhe nuk po pra kanë gjithë këto pengesa për dikë që pretendohet që ka vjedhur 50 milion euro. Kjo është absurditeti i gjithë legjislacionit dhe i gjithë saj politike që qytetarët i thret njëherë në 2 vjet apo 4 vjet në zgjedhje lokale të përgjithshme, i merr atë votën, i gënjen, i jep pak buk për show politik, kënaqen gjithë e pastaj fillon avazi. Dhe po të shikosh, gjithë deputetët, pavarësisht gjithë, unë e quaj një teatër, pavarësisht se gjithë kanë ato argumente aty, po kështu bën atë debatin e madh politik, por është një teatër politik, një cirk politik. Kur vetë qytetarët duhet kërkojnë zbatimin e ligjit, se bëjnë moral për zbatim të ligjit, por ligjin nuk e zbatojnë deputetët apo ministrat, pra këto të veshur me pushtet, por ama për qytetarin e thjesht, ligji zbatohet dhe zbatohet në mënyrë të egër. Dhe kjo është ajo që, si thosh, më vret më shumë. Më vret më shumë nga ana profesionale, sepse nëse pranojmë që ligji vetjet, se ligji është i ftohtë, nuk është emocional. Dhe nëse ligji është i barabartë për gjithë, të gjithë do të kishin një përgjegjësi. Dhe sot qytetarët e thjesht do kishin më shumë drejtësi, do kishin edhe më shumë, si thosh, edhe të ardhura, por duke mos u zbatuar ligji në mënyrë të barabartë, atëherë jemi këtu ku jemi sot, kur dikush përfiton nga këto procedura ligjore, ku parlamenti ka dhënë kompetenca që le të vjedhë, po do të mbrojmë imunitet, dhe pastaj arrin këto përfundime
Në qartë, faleminderit për shpjegimet. Avokat, ne do të presim pyetjet e qytetarëve në studio, numrin e telefonit e keni të afishuar në ekran, presim telefonatat për orientim juridik që mund kërkoni, kufjen avokat e ke besoj është aty mbrapa tek karrigja. Presim telefonatat e para në studio për pyetje që mund keni për avokatin Erald Aga, orientim juridik që mund kërkoni prej tij. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje zotëri. Mirëmëngjes. Urdhro, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po. Unë jam i fermer nga Zaza. Po? Të dëgjojmë zotëri. Kemi kaluar ca farishte për të marrë lërë të farishtes. Qa ke bërë? Edhe nuk po i marrë ndo se s'kishe lërë në bankë, lërë të farishte selekcionu nga bujësia. Për farat, po? Po, 600.000 lërë të vjetra. Edhe, qa ju thanë? Edhe s'po i marrë dot. Nuk po i marrë dot se s'kishë marruar, s'kishë lërë të rezervë në bankë. Aha. Kam baruar legët në bankë të shtetit. Po, si pas. Po normale se po të vjetë nga 50 milion euro, nga 100 milion euro do marrë legët në bankë, s'do ketë shteti. Ka një procedurë, po të flasë për procedurën. Në momentin që hartohet një buxhet, në momentin që hartohet buxheti në njësi lokale, pra nga bashkit, parashikohet për shembull që X para do shkoj për diçka, X para për diçka. Nëse për shembull, në rastin konkret për farishtet që thot për këto fara që do merrnin, është parashikuar 100 lekë dhe kërkesa është për 120 lekë, do ndalë që 20 lekë do merret vitin tjetër, jo këtë vit. Pra në buxhetin e vitit tjetër? Po, në buxhetin e vitit tjetër kur të parashikohet. E njëjta kështu vlen edhe për shembull vendimet gjyqësore që ekzekutohen, kështu vlen për çfarë do lloj gjëje. Pra funksionon me buxhet. Një bashki e caktuar ka planifikuar për shembull 50 lekë për vendimet gjyqësore që do ekzekutohen, 20 lekë për farishtet, 30 lekë për lulishtet, ku diun ça, për një taks banese, për kompensim banese. Në momentin që nuk kalon buxheti parashikuar, kjo kalon për buxhetin e vitit tjetër. Mirë, faleminderit avokat. Duhet presi zotëria, presim një tjetër telefonat në studio. Mëngjesi. Përshëndetje zonjë, urdhro. Si jeni? Mirë, faleminderit. Na thuaj. Unë jam një zonjë nga Kavaja, e cila në vitin 2000 kam blerë një magazin me rregulla komplet, me vërtetim të rregull se kështu thonë më para vërtetim, dhe tani na ka dalë një ligj që do ka bërë me tapi. Do të përshkruhet vetëm në një tapi. E kam shumë Tiranë, dhe më kërkojnë lekë që ta nxjerrë se tapin. Po, a keni një vërtetim pronësie? Uno? A e keni me vërtetim pronësie? Po, me numër, me gjitha, shumë me rregull. Të regjistruar nga kadastër, çdo gjë. Për çfarë vërtetimi tjetër do nxirrni ju? Se tapia është certifikata pronësisë ose vërtetimi pronësisë, e njëjta fjalë është. Po, sepse në obor të magazinës, diku aty kam bërë një ndërtesë dhe atë e bëra në legalizim. E fitova me legalizim. Dhe që komplet magazinën dhe këtë ndërtesën, unë të bashkënisja bashkë. Të bashkënisja duhet një tapit tjetër. E fjalë po këte, po të bashkënisja këto. Një ndërtesë të vetë. Ju donit që pronën që e keni marrë në rreth vitet 2000 magazinën, me vërtetim pronësie, bashkë me pronën tjetër që e keni të legalizuar, donit t'i kishit në një zë kadastral? Në një tapit të vetme. Po pse? Po, që mendova unë, shova atje në Tiranë, tani nuk mi japin, po nuk e dëgjoj zonjë. Pagush lek. Atëherë mos u mundo. Me nxjerr. Atëherë mos u mundo ti bësh në një zë kadastral, sepse ju i keni me dy zëra të ndryshëm kadastral, një e kemi me proces legalizimi, tjetër e kemi me vërtetim pronësie, ti këto prona i ke. Pse do ta komplikosh më shumë situatën dhe procedurën për t'i bërë në një zë të vetëm kadastral? Je mirë ashtu i ke pronat. Po. Kështu që
Unë sugjeroj që ju mos tentoni se ju i keni të dyja, e keni dhe certifikatin e pronësisë për shkak të legalizimit, keni dhe vërtetimin e pronësisë të viteve 2000. Ju i keni këto prona. Kështu që pse doni ti bashkoni, sepse tani kam shumë Tiranë, se des ta bëja këtë vetëm, nuk më japin se do të pagush lek. Nuk i di ato kostot, por për mendimin tim, mbajnë ashtu siç i keni pronat, thjesht rifreskojeni certifikatet e pronësisë, sepse mund ndodhi që me këtë bashkim që mund të bëni ju, ai punonjësi i hipotekës mund krijojë edhe një mbivendosje, edhe pastaj shkoni të korrigjoni edhe mbivendosjet. Ti japni të lashë më shumë vetes, ju i keni pronat, puna është ku nuk i ke. Po i kam. Po kështu që sugjeroj që ti mbani ashtu siç i keni, thjesht rifreskoni kartelat e pasurisë. Faleminderit. Faleminderit avokat për përgjigjen. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po, zotëri. Me avokatin. Jeni drejt për drejt me të, po. Po. Po ju dëgjon. Kam pat ose kam një proces gjyqësor zgjidhje martese. Po. Edhe kam bot 2 seansa, jam njoftuar nga gjykata, kam bot 2 seansa zgjidhjes martesës, zgjidhja e tretë, seansa e tretë ka qenë me 7 tetor, mirë për nuk u zhvillu seansa për arsye me që ndodhi fatkeqësia Syt Kalas në Tiranë. Po. Edhe më është njoftuar nga Sekretaria e Gjykatës Rrethit Elbasan, ja. Me që gjyqtari ka ndryshuar vend pune pashtemëror në Tiranë, e më thonë që ti rri në shtëpi, se do të vi njoftimi i shtëpisë. Në shkosha i interesosha herë pas here, thoja si veprohet ku ta marrë vesh si do ta bëj. Si kemi sjell 2 njoftimet e para që u paraqite për seancë gjyqësore, seancë pajtimit, domethënë, se seanca pajtimore ishin 2 të parat. Do të njoftojnë prapë, rri i qetë. Mirë po, me që e kam gjykatën afër, shkoja gjithmonë. Mu interesoja. Këto më thoshin prapë ti, rri i qetë. Mirë po, në seancën e 2 gjyqësore, gjyqtari i kërkoi pjesë bashkëshortës time në rast se quhet kështu. Vërtetim mjekoligjor se nuk është në rregull. Nuk është ka që regullime. Në njëra se që largu nga shpje, ka që regullime. Në pamundësi kjo që të gjinde këtë ndendoj unë dështi, gjykata nuk më njoftovi në shpi, në bashkëpunim me avokatin e vetë, zonja ime, i bën gjyqet me demek unë nuk isha paraqit në gjyq. Pas kanë marrë vendim gjykata, pritën zbartët vendimi. Gjykata apelit ka marrë vendim? Po. Edhe në këtë rast doja dija si veprohet, si mund të bëhen seanca gjyqësore me demek to kurierët e gjykatës, nuk e di kanë shtëpinë, kurse për 2 radhë e para që mjoftuan e dishin shtëpinë. Për fat keq, avokat më fal, për fat keq mami im ndroi jetën shtator. Edhe në shtëpi ka pat njerëz për arsye se vishin njerëz për vizitë. Edhe këto thonë që ne ishim në shtëpi për zgjedhje njëri. Plus që lagja është me kamera. Si mund të veprohet në këtë rast? Për sa kohë ka marrë vendim gjykata apelit, me këto procedura jo të rregullta ligjore siç ju po i shpjegoni, mbetet që të bëni një ankim kur zbartet vendimi në gjykatën e lartë, pra rekurs, dhe të shpjegoni edhe pjesën e njoftimeve, mos njoftimit, duke e goditur vendimin e gjykatës apelit për mungesë të procesit të rregullt ligjor, për shkak të njoftimeve. Po. Kjo dy u ngelet, sepse apeli e ka marrë vendimin. Në shkelje të këtyre procedurave si shtoni ju, po e ka marrë një vendim dhe ai vendim është i ekzekutueshëm. Ngelet që ju të bëni një ankim në gjykatën e lartë, duke goditur pavlefshmërinë të njoftimeve, procesin e rregullt, jo të rregullt ligjor, dhe të kërkoni pastaj mbas edhe një mas pezullimi të këtij vendimi për shkak të këtyre parregullësive që kanë ndodhur. Po kjo është mjeti vetëm ligjor që keni për momentin, nuk keni asnjë mjet tjetër. Dhe është mirë që në atë rekurs që të bëni, të shkruani një adresë të saktë dhe një numër kontaktit tuaj, që t'ju kemë për kontakt gjykata e lartë paktën. Po, zoti avokat,
për sa i përket kontaktit banesës shtëpia e letër me... Nuk e vin dyshim. Dëgjoj, nuk e vin, nuk po ja vin dyshim, po u thash rrugën ligjore. Po, dhe nga ana ligjore se ato kur nuk e dishin fare erdhën i gjetën. Për te kësaj, zoti avokat, kam gjuhë se këtu në Elbasan, gjykatën e Elbasanit ndodh që edhe kur zbartet vendimi nga gjykata, to prap nuk e sjellin që kaloj 15 ditë që unë mos kem në mundësi apelimi. Atëre do t'i bësh një kërkesë sekretarisë në Elbasanit ose të apelit që një kam 10 ditë që i kam dhënë dhe numër telefoni prapë se ishin sekretari. Okej, jo numër telefoni, të lutem. Bëni një kërkesë gjykatës apelit që vendimin e zbardhur t'ju a komunikojnë në adresën që ju do t'i leni me shkrim dhe t'ju kontaktojnë tek numri juaj telefonit. Dhe të citoni që çfarë do lloj vendimi që nuk dërgohet në këtë adresë nuk është i vlefshëm. Zoti avokat, sepse unë për arsye ekonomike nuk u paraqita me avokat edhe mbase për pajtesë nuk kisha grua për të ndarë, me pak fjalë që t'jem dhe më ndërgjegjshëm, edhe nuk kisha pse përfaqësosha po më shumë dhe nga ana ekonomike. Zonja me avokat edhe këtë lloj gjyqtari nuk di gjë për këtë punë, më helrësh asnjë lloj gjë nga ana e gjyqtarit, por kjo është bërë në rrjedhën e poshtë. Të kuptuam, këto janë sqarimet që mund të themi ne, tani çdo gjë tjetër është e tepërt do mund të komentohet. Faleminderit për telefonatën, faleminderit avokat për përgjigje. Nuk e dini se kemi kohë të marrim një tjetër telefonat apo duhet ta mbyllim, regjia të mjoftoj. Okej, marrim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Kemi vetëm 1 minutë kohë, ju lutem flisni, jeni drejt për drejt me avokatin. Mirëmëngjes. Përshëndetje, urdhro. Kam një pyetje për avokatin. Kam një problem këtu me certifikatën e tokës. Po. Kam certifikatën e tokës dhe në tokën time ekzistuese kam dhe aktin e marrjes tokës. Kam 2 ndërtesa, njërën në një krah, tjetrën në një krah. Okej. Si mund të veproj? A ke certifikatën? Po, kam certifikatën. Po, çfarë problemi ke kur ke certifikatën? Se këtë nuk po të kuptoj. Në momentin që ke një certifikat pronësie, cili është problemi? Kam 2 ndërtesa të tjera, me fjalë persona të tjerë. Si? Kam 2 ndërtesa persona të tjerë brenda certifikatës. Tek toka jote, te trualli jot, ka ndërtesa të tjera nga persona të tjerë? Po. E para do interesohesh për statusin juridik, pra ata e kanë përfituar me legalizim, apo kanë thjesht objekt informal, pa dokument? Nuk e kanë atë certifikat legalizimi, kanë vetëm si trull ashtu. Atëherë bëhet gjyqje civil kur do kaloj kjo verifikimi i vlefshmërisë së titullit pronësisë. Kush do ketë titullin e vlefshëm të pronësisë, ai do ta përfitojë në fund fare, do të quhet pronë e tij, sepse keni konflikt që vetë administrata shtetërore e ka krijuar me sa po thoni ju, midis ju si komshi. Pra ka dhënë truallin 3 personave, ty dhe 2 tjerëve. Po, të kuptoj. Kështu që vetëm me gjyq zgjidhet kjo. Kanë trullin të veçantë, ato kanë ndërtesë të veçantë. Larg shtëpisë time kanë me fjalë punë 50 metra në një krah, ka njëri 50 metra në krah tjetër e ka tjetri. Edhe certifikatën e legalizimit të tokës, të pronësisë e ka unë. E në aktin e marrjes të tokës, që në 91. Po çfarë pune ju prish pra? Kur i pasni me distancë, çfarë pune ju prish ju? Jo, është në tokë time, nuk figurojnë fare ato me tokë aty. Pra, personat kanë ndërtuar të toka jote, apo jo? Po, e kanë ndërtimin tokë time. Po pra, këtë ju thash që nëse ata kanë ndërtuar në tokën tënde, do bësh gjyq për të kërkuar që ata të largohen nga toka jote, ose do bëhet një gjyq për verifikimin e titujve, kush ka titullin e vlefshëm pronësisë. Që me sa kuptohet e keni ju, pra ato kanë përfituar nga administrata shtetërore. Kështu që zotëri gjyq civil, tha avokati. Gjyq civil është. Shumë faleminderit avokat Aga për gjitha sqarimet për qytetarët, kontributin e vazhdueshëm që jep për ta, qoftë në studio, qoftë jashtë saj. Faleminderit. Ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare pas pak me Marcel Rupin.